edhe avokatët janë më sensibël ka shi probleme ligjore, nuk janë si punëtorët, do të qonë dhe punëtorët. S'ka sindikata. Po kjo lloj avokatie mund ta kishte bërë dhe më shpejt. Tani po e bën, po jepi mesazh. Si le të themi në rastet e fundit që kanë ndodhur ku është ngritur zëri ndaj njerëzve të drejtësisë, Aktëndoma Avokatisë ka bojkotuar disa prej seancave, por në rastin konkret, gjuha e përdorur nga kolegu juaj është qëndron thjesht në termat e etikës apo përbënte një element për t'u arrestuar? Dhe duhet plasë edhe këtu pastaj se si në fakt ka një lloj po të shohim në rast çdoganimi të flet arresteve për KD. Por mua s'du ta kisha thënë atë. Po? Do merrem personalisht, se duket sikur po merresh jashtë procesit, jashtë kornizës ligjore. Po s'du ta kisha thënë, por raste të tilla kur s'ja marr parasysh përpara. E dyta, në atë moment nuk është prokurori që konstaton se je pal ke konflikt interesi. Në atë moment ka raste që janë bërë prangat dhe në pavarësisht janë të pakta, dhe në gjykim, mbas edhe në gjykim civil. Gjykata konstaton një vepër penale dhe urdhëron prokurorin të marrë masa. Ose momentin që dikush flet, gjykata paralajmëron që je duke folë kundra vetes, po vazhdove, mund të ekzekutohet aty masa, domethënë, por është gjykata që duhet kishe ndërhyrë atje dhe ta kishe menaxhuar, mendoj. Paktën nga sa dëgjuam nga audio-xhirimi, gjyqtarja ka deklaruar se do ta nxjerrë jashtë avokatin nëse vazhdon me këto fjalë kërcënuese. Po një, ka një hierarki të paralajmërimit, të nxjerrjes jashtë, të gjobitjes, të këtyre tjerëve mund të edhe. Por fakti që ai u thirr të nesërmen, do të ka ra. Dhe atje u bën ndalimi i tij. Është procedurë normale? Më duket në tepër si ka forci personale pasaj, se duhet mos ishte vazhduar, mos të ishin sqaruar palët. Derisa dhe gjykata nuk e konstatoi, ka qenë një moment që ka vazhduar diagnozecia, mendoj. Në sallë gjyqit nuk është si është e thjeshtë. Unë dhe kur kam raste që se këshillohem për ditë me avokat ndryshëm, mirë është, domethënë, në gjitha manualet e avokatisë, avokati ta vë vetën në rolin e klientit. Po jo ta përjetoj ngjarjen aq shumë sa ta humbi tjetë racionale edhe arsye. Pra duhet ta kuptoj, ka shumë avokat që shkojnë në mënyrë përciptas, nuk e kuptojnë që aty varet jeta dikujt, qoftë në birësime, në divorce, pa e marrë në krahun tjetër, të tjerë që kanë bërë një vepër penale, apo diçka tjetër, duhet ta përjetoj, duhet ta vërë vetën edhe në vendin e gjykatësit në moment caktuar dhe në vendin e prokurorit, po sidomos edhe atij që mbron. Por kjo duhet bërë të kontrolluar për mua. Pra është në stofin e avokatit që duhet ta ketë këtë përgatitje tani. Aktualisht që flasim, a kemi një rrymë apo ka mbirë në Shqipëri një ide represive të lëshuarit pa dogan të këtyre flet arresteve, urdhër arresteve? Kjo se do pyesë për këtë. Jo vetëm për avokatin, flas edhe në tërësi në gjithë proceset gjyqësore. Edhe të burgimit. Po. Se ne patëm guximin që na servirën një kod penal me mbi 600 nene më tepër se ai që kishim. Pra me 950 nene, domethënë, ku pjesa e posaçme, pra ku parashikojnë për penale, ishte shumë zgjeruar. Dakor, duhet zgjerohen në lidhje me ato që nuk kanë parashikuar, si krimet kibernetike e tjerë. Por pjesa më kryesore ku i gjithë filli moral i shoqërisë, edhe vetë ligji dhe vetë drejtësia ka dështuar pjesa e korrupsionit, shpërdorimit detyrës e tjerë, ishin parashikuar në mënyrë të vagët, bile ka pas tendenca me heq fare. Tani në shoqëritë civilizuar nuk mund të kemi kode të tilla penale. Dhe mënyra si u servir, pra teknikat juridike janë të papërshtatshme. E dyta, ne kemi të bëjmë me sjellje. Do e afrosh një populli. Po ato nuk e mësojnë dot për 15 ditë në fuqi, nuk e mësojnë dot gjyqtar, prokuror dhe avokat. Jo më një popull të tërë. Ai duhet hy, mund të lehet për 5 vjet për shkakun, dhe të informohet publiku që në shkollë. Unë është rastet që ka rënë kjo bisedë, por nuk janë të pakta, që kam thënë, ne duhet fusim kjo edukata qytetare që është, duhet fusim të drejtat e detyrat që ka qytetari. Se çdo gjë ka etik, ka dhe ligj. Shkeljet etike, duke agravuar, kalojnë pasaj në shkelje ligjore. Në mënyrën e konceptimit të këtij kodi të ri penal nuk ishte. Për shembull, kodi gjerman gjithmonë mendohet, po ka qenë nga viti 1871. Edhe ka krijuar një edukat qytetare gjermane në breza
të cilat e përcjellin këtë. Çdo të prish traditën. Kemi rastin e shkollave, për shembull shkolla fillore. Është prishur tradita me ata betarën që na mësonin e prindërit dhe atë matematikën. Kemi kaluar tani që siç e ka i shkollë nuk e ka i tjetër, për të kënaqur orekset e pa logjikshme, po them edhe dëmshme pastaj. Dhe vetë mësuesit mezi janë për shtat, sidomos me këtë matematikën e re, mësuesit e fillores e tjerë, këtë ta them me bindje plot. Dhe vjen puna që sot ne kemi njerëz që kanë marrë dhe masrin, po mezi shkruajnë emrin e tyre. Pra, nuk mund të prishet tradita kur është e mirë. Bile pikërisht tradit flet për ti se sa i qëndrueshëm, domethënë, sa popull je. Ajo tradit krijon dhe etikën. Pra ne kemi pasur disa norma shoqërore të pashkruar në këto ligjet e konvencionale. Por tani po prishim traditën, mënyrën e përcjelljes të mesazheve nga një brezë tjetër, të edukatës që merret që familje. A kemi në shkolla që edukojnë sot? Vështirë. Bile edhe që edukojnë, po e marrin nga bullizimi dhe tjerë, po edhe ke sjellja, por edhe ke njohuritë. Kështu që unë mendoj që nuk çalojmë kot si shoqëri se i kemi këto probleme dhe pikërisht arsimi është i pari.